Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hithra, përbërësi që kuron reumatizmën dhe artritin përgjithmonë, ja si ta përdorni. Ndër ne, hithrat janë shumë të përdorura si në gatime ashtu edhe në trajtime natyrale për shumë sëmundje. Kjo bimë është përdorur prej shekuj dhe për të kuruar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni dhe pluhuri. Hithrat, fal vlerave diuretike, janë shumë të përdorura për trajtimin e problemeve me veshka dhe infeksionet urinare. Lëngu i tyre nga ana tjetër është perfekt edhe për të larguar lëngjet e tepërta nga organizmi dhe njëkohësisht ajo lehtëson funksionin e zemrës dhe qarkullimin e gjakut, por së fundmi një studim i kryer nga Universiteti i Plymouth doli në përfundimin se mund të përdorej për trajtimin e artritit. Persona të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kockave qetësoheshin. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e paktë përgjatë një trajtimi një javor. Përse funksionon kundër dhimbjeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave të cilët vuajnë nga artriti qetësoheshin në saj të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmitorë të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, hithrat konsumoheshin në formën e lëngut të shtrydhur apo çaj, u vure se arrinin që të paksonin acidin urik. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteina dhe akumulohet në nyja dhe në kocka, duke shkaktuar inflamacion dhe dhimbje. Si ta konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet që shkakton artriti? Metoda e parë e trajtimit është që të aplikoni direkt në zonën ku keni dhimbjet më të forta një pastë me gjethe hithrash të shtypura. Pra mjafton që ju të shtypni në mikser gjethe të njoma hithrash me pak vaj ulliri dhe gjithashtu të lyeni zonën ku ju dhëmb. Mbajini për 5 deri në 10 minuta dhe më pas pastroni me një letër dhe më pas shpëlajini mirë. Nëse nuk e duroni dot djegjen karakteristike të hithrave apo shikoni që lëkura juaj reagon keq ndaj trajtimin, munden ta provoni në metoda të tjera. Mjafton që të pini një lëng me hithra si të njoma po ashtu edhe të thata, ka aftësi të caktuar të gjetheve për të qetësuar dhimbjet e shkaktuara nga artriti. Konsumojeni këtë çaj një filxhan në ditë 3 herë në ditë, por edhe nëse ju vuani nga artriti, e mira është që ta përfshini atë në regjimin tuaj ushqimor duke përdorur në gatime. Ajo gjithashtu përmban edhe flavonoid, të cilët janë tepër të rëndësishëm, përmban vitamina A, enzima dhe antiinflamator të cilët shërbejnë për mirëqenien tuaj dhe nga ana tjetër, hithrat janë mjaft të mira për sa i përket dhimbjes së kyçeve. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë pacientët në agoni edhe në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prej më të mirave është ajo e hithrës. Kjo bimë është shumë efikase në zbutjen e dhimbjeve. Ajo lufton inflamacionin në organizëm, pakson ëndjen dhe gjithashtu largon dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është pikërisht çaji i freskët ose i thatë i hithrës. Lëngu i hithrës përmban gjithashtu shumë minerale të shëndetshme përfshirë kalciumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes që gërryen kockat me kalimin e moshës. Nga ana tjetër, lëngu i hithrës mundet që të pihet edhe i freskët. Për këtë lëng, juve ju nevojitet një filxhan çaj me hithra të freskëta
dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit dhe më pas lajni ato me ujë të bollshëm. Më pas hidheni në një tenxhere dhe lëreni që të marrin një val. Uleni më pas zjarrin dhe lëreni që të ziejnë për pak kohë. Me një herë më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt në qoftë se do të dëshironi. Lëngu me gjethe të thata hithre. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata dhe hidheni në një çajnik me rreth 2 gota ujë. Ziejini ato për 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni mjalt për ta ëmbëlsuar dhe pak kanellë e cila ndihmon kundër inflamacionit. Lëngu duhet pirë i ngrohtë. Mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë që ta ndjeni veten më mirë. Lëngu i hithrës është gjithashtu i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak se ai përmban flavonoide, karotenoid, vitamina dhe minerale. Hithra gjithashtu është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidët dhe karotenoidët gjithashtu gjenden tek lëngu i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës A dhe i japin kësaj një pije me efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Aplikimet të ndryshme të hithrës janë po aq efikase, madje më të drejtpërdrejta, por gjithnjë sugjerohet që ta pini lëngun e hithrës për të përfituar sa më shumë prej tij. Edhe pse nuk ka kur, mendohet se dieta mundet që të luajë një rol në menaxhimin e simptomave. Sipas mjekës Claire Morrison, ushqimet e pasura me kalium munden të jenë kyçe në luftimin e artritit. Kaliumi në dietë gjithashtu ndihmon në balancimin e kripës së tepërt duke reduktuar marrjen e lëngjeve dhe gjithashtu ndihmon në përdorimin e duhur të kalciumit në kocka dhe kyçe. Nga ana tjetër, kjo mbështetet edhe nga hulumtimi i publikuar në revistën kundër dhimbjeve, i cili gjeti një lidhje midis niveleve të ulta të kaliumit dhe të artritit reumatoid. Është përshkruar se pacientët me artrit munden që të kenë përqendrime dukshëm më të ulta të kaliumit në serum sesa subjektet e shëndetshme. Si pasojë e një studimit, një grup pjesëmarrësish me artritë reumatoid përjetuan më pak dhimbje pas marrjes së suplementeve të kaliumit për 28 ditë krahasuar me ata që nuk morën. Prandaj, suplementet e kaliumit gjenden gjithashtu se reduktojnë intensitetin e dhimbjes. Profesor Dr. Morrison këshillon që përpara se të nisni një udhëtim të tillë, përfshini 4 fruta në dietën tuaj të cilat munden që t'ju ndihmojnë në rritjen e nivelit të kaliumit. Burimet më të mira të kaliumit janë bananet, pjeprat, portokallet dhe kajsit, thon ato. 100 gram banane përmban 358 mg kalium, ndërsa njëjta sasi e pjeprit ka 267 mg. 100 gram portokall kanë 181 mg kalium dhe kajsit kanë 259 mg. Kajsia e thatë është e pasur me kalium dhe përmban deri në 1162 mg në 100 gram. Gjithmonë siguroni të hani ushqime të shëndetshme të cilat do t'ju vinë në ndihmë për të paksuar dhimbjet. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj ose të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.